përfyturojmë diçka për një moment. Jemi ulur, kemi një filxhan kafe të ngrohtë në dorë dhe jemi gati për të shkruar një manual të thellë, të qetë e filozofik të themi, mbi parimet e arkitekturës. Tingëllon si një pasdite mjaft e këndshme dhe relaksuese. Është vërtet. Por, papritur, ndërsa po rregullojmë fletët, shohim që shtëpia jonë po merr flak. E po lapsi hidhet tutje, planet për teori fshihen në sekond dhe ne dërgojmë në nxitim një mesazh urgjent, një SOS. Do me thënë një ndryshim ekstrem dhe i menjëvjershëm i planeve. Saktësisht. Dhe kjo është pikërisht ajo dinamika që ndodh në një nga tekstet më të shkurtra, më të panjohura, por ndoshta më intensive të historisë së lashtë. Sot po fillojmë një eksplorim të thellë në një burim shumë unik. Bëhet fjalë për letrën e Judeut. Një dokument vërtet jashtëzakonshëm. Fillimisht ai nis si një letër e qetë dhe pastaj brenda një fjalie të vetme kthehet në një alarmi që bie në mes të natës. Fiks ashtu. Dhe misioni ynë në këtë analizë të thellë është të zbulojmë prapaskenën e këtij autori. Duam të kuptojmë arsyen pse ai e braktisi atë teorinë e qetë për t'u marrë me një krizë kaq të menjëhershme. Sakt. Dhe po ashtu, të analizojmë anatominë e këtij kërcënimi që po shkatronte komunitetin nga brenda. Sepse duhet theksuar, ky nuk është thjesht një tekst i lashtë dhe i pluhrosur teorik. Absolutisht jo. Është një paralajmërim urgjent që i flet drejt për drejt, madje edhe një epoke si kjo jona. Një epokë që është shumë e mbushur me relativizim moral dhe mjaft konfuzion shpirtëror. Prandaj, gjatë kësaj bisede, ja vlen vërtet të mendojmë në mënyrë kritike mbi burimin e informacioneve që ne vetë konsumojmë çdo ditë. Po është një piknisje e shkëlqyer. Pra, le ta zbërthejmë pak këtë fillimisht. Për të kuptuar peshën e kësaj letre, besoj se duhet të dimë se kush po e shkruan, apo jo. Patjetër, konteksti është gjithçka. Teksti Judeut tregon qartë atë ndryshimin e menjëhershëm të kursit që përmende. Autori është prej vet kthe në rreshtat e parë. Ai kishte dëshirë të shkruante një traktat të përgjithshëm rreth besimit. Një lloj reflektimi teologjik të strukturuar mirë, domethënë. Pikrisht, por kjo ide u zhduk përballë emergjencës. Tani, letra mban emrin e Judeut, ai e prezanton veten thjesht si shërbëtor i Jezu Krishtit dhe vllai i Jakobit. Por tradicionalisht ky identifikim e vendos atë në një pozicion shumë të veçantë. Prit pak, a është ai lidhur drejt për drejt me figurat qendrore? Po, historikisht besohet gjerësisht të jetë një nga vëllezërit e vet Jezusit. Një figurë mjaft e rëndësishme e kishës së hershme. Por letra nuk u shkrua për të diskutuar teologji ashtu në ajër. E di çfarë, ky detaj më bën shumë përshtypje. Jam vërtet e surprizuar nga përullësia e tij. Domethënë, ai mund të kishte filluar letrën duke thënë: "Unë jam vllai i Jezusit, prandaj dëgjoni me vëmendje çfarë po ju them." Po, mund të kishte përdorur një lloj nepotizmi shpirtëror, nëse mund ta quajmë kështu, për të imponuar autoritet. Por ai zgjedh të quhet shërbëtor. Sakt. Por, përtek saj, nëse e lidhim këtë me pamjen e gjerë, ky ndryshim i menjëhershëm i planeve të Judeut na tregon diçka tjetër. Na tregon se sa e brisht ishte e vërteta në atë kohë apo jo. Shumë e brishtë. Informacioni në shekullin e parë lëvizte me shumë vështirësi. Komunitetet ishin të vogla, mblidheshin kryesisht në shtëpi private. Një letër ishte shpesh e vetmja linja e komunikimit që ata kishin me njëri tjetrin. Pra, kur merrmi një letër që shpallte një emergjencë, paniku duhet të ketë qenë i menjëhershëm. Pyetja logjike që lind këtu është: cili ishte saktësisht ky zjarr që po kërcënonte shtëpinë? Kjo është pjesa më interesante. Emergjenca nuk ishte një persekutim nga jashta. Nuk ishte një ushtri armike apo perandoria romake që po vinte t'i arrestonte. Kërcënimi ishte thellësisht i brendshëm. E theksoj këtë, rrezik i brendshëm. Do me thënë, njerëz brenda vetë grupit. Po, teksti e thot qartë se disa njerëz kishin hyrë fshehurazi në komunitet. Tani, duhet të kuptojmë pak psikologjinë asaj kohe. Këta besimtar ndanin gjithçka bashk, madje hanin së bashku në ato që i quanin vaktet e dashurisë. Agape apo jo? Pikërisht, agape. Të thuash që dikush ka hyrë fshehurazi në një rreth kaq të ngushtë familjar nuk do të thotë që ata u futën nga dritarja natën me maska në fytyrë. Sigurisht që jo. E po, kjo më kujton saktësisht mekanizmin e një virusi kompjuterik. Më specifikisht, atë që në teknologji njihet si Trojan Horse. Një analogji shumë e gjetur, vërtet. Sepse, mendoje pak,
Një virus i mirëfillt nuk të vjen asnjëherë si një email armiqësor ku shkruhet me të kuqe, unë dua të shkatroj kompjuterin tënd. Do të ishte shumë e lehtë për të bllokuar nëse do ishte kështu. Esakt. Në fakt, ai maskohet si një skedar i dobishëm brenda vetë sistemit, ai instalohet sepse flet të njëjtin kod që kompjuteri yt e njeh si të sigurt, pasi hyn brenda pa ndezur alarme, fillon të rishkruaj sistemin operativ. Dhe kjo është fiks ajo që po ndodhte. Këta mësues të rrem ulën në të njëjtën tryez. Ata përdorën të njëjtin fjalor fetar që komuniteti njihte, fituan besimin e tyre, por kishin një agent krejtësisht të fshehtë. Do me thënë, ata e përdorën strukturën ekzistuese për të mashtruar. Por kjo ngre një pyetje tjetër për mua. A ishte ky rrezik vërtet aq i padukshëm? Duhet them, si nuk u kuptuan këta njerëz nëse jetonin në imoralitet? Ajo që është magjepse këtu, është se manipulimi i tyre ishte genial. Njerëzit i pranuan sepse mashtrimi nuk u kërkonte atyre të braktisnin besimin. Përkundrazi, ai ofronte një version shumë më të rehatshëm të tij. Një fe pa kosto, e theksoj mirë. Pikërisht. Këta infiltrues nuk po mohonin Perëndin hapur. Ata po keq interpretonin qëllimisht fjalët e tij. Ata nuk sollën një fe të re, por një version të shtrëmbuar të asaj ekzistuese. Kjo është arsyeja pse Judeu ishte kaq i alarmuar. E kuptoj. Po si e shtrembëronin saktësisht të vërtetën këta njerëz? Cili ishte ai elementi thelbësor që ata manipulon për t'i bërë njerëzit t'i ndiqnin pa rezistencë? Gjithçka bazohej te manipulimi i një koncepti të vetëm, koncepti të hirit. Hiri i Perëndis, që në thelb është dashuri dhe falje e pamerituar, u mor nga këta individ dhe u transformua në diçka tjetër. U kthye në një lloj licence apo jo? Fiks. U kthyer në një licencë ose një justifikim për të mëkatuar dhe për të jetuar pa asnjë bindje. Logjika e tyre ishte psikologjikisht shumë jorse. Ata thoshin, nëse Perëndia të fal pafundësisht, atëherë sa më shumë të bëjmë gabime, aq më shumë falje marrim. Wow, kjo është vërtet një logjik mjeshtërore, sepse prek drejt për drejt thelbin e natyrës njerëzore. Të gjithë e duan faljen. Ashtu është, askush nuk do të përballet me pasojat. Pikërisht. Ne duam falje, por nuk duam të kufizohemi nga rregullat. Nëse dikush vjen dhe thot mund të bësh çfarë të duash, të sillesh me egoizëm dhe prapë je në rregull sepse hiri të mbulon, kjo shitet si ujë, është si ai versioni fast foodi i spiritualitetit. Një përkufizim perfekt. Ka shihet mirë aty për aty, por të shkatron organizmin. Dhe në përgjigje të kësaj, Judeu bën thirrjen e tij më të famshme në tekst. Ai u kërkon lexuesve të luftojnë për besimin që u është dhënë një herë për gjithmonë. Pra çfarë do të thotë gjithë kjo? Duhet të ndalem pak këtu, sepse fjala luftoni, të paktën për veshin ton modern tingëllon shumë agresive. E kuptoj pse mund tingëlloj ashtu. A rrezikonte kisha të kthehej në një grup ekstremistësh? Historia ka plot shembuj ku njerëzit e marrin fjalën luftoni dhe përfundojnë duke u bërë të dhunshëm ndaj kujdo që mendon ndryshe. Është një shqetësim shumë i drejtë. Por nëse shohim burimet origjinale, nuk bëhet fjalë absolutisht për dhunë fizike. Është krejtësisht tjetër gjë. Fjala e përdorur në greqishtën e vjetër për të luftuar vjen nga bota e atletikës. E ke fjalën si në një garë sportive? Po, lidhet me agoninë ose përpjetjen e një atleti, apo qëndresën e një munduesi në arenë. Është një mbrojtje intelektuale dhe shpirtërore së vërtetës. Është një thirrje për të qëndruar besnik, për të refuzuar kompromisin moral me çdo kusht. Pra nuk është thirrje për të marrë armët, por për të mbrojtur standardin, do me thënë thelbin e vërtet të hirit, sepse hiri i vërtet, hiri nuk të lë ashtu siç ishe. Ai kërkon një transformim themelor apo jo? Edhe sakt. Hiri nuk është ftesë për egoizëm, por është pikërisht ajo fuqia për të sjellë transformim. Nëse nuk ndodh transformimi, atëherë ajo që të kanë shitur është thjesht një manipulim. Këtu Judeu i tregon se sa e domosdoshme ishte kjo mbretësi shpirtërore për të dalluar manipulimin. Këtu bëhet vërtet interesante, sepse pasi ai ka kërkuar këtë luftë të ashpër mbrojtëse, këtë angazhim kaq intenziv, ai bën një kthes plotësisht të papritur. Letra flet për mënyrën se si duhet trajtuar personi tjetër. Po, ai sjell një dimension shumë praktik dhe tejet njerëzor. Nuk thot thjesht shkoni e sulmoni ata që mendojnë ndryshe. Hapi i parë që ai kërkon është thellësisht i brendshëm. Ai fton besimtarët të ndërtojnë veten mbi besimin e tyre përmes lutjes dhe reflektimit.
Është si ai udhëziuni i sigurisë që dëgjojmë gjithmonë në avion. Vendosni maskën tuaj të oksigjenit përpara se të ndihmoni dikë tjetër. Shembull i shkëlqyer, nuk mund të jesh i dobishëm për komunitetin nëse themelet e tua janë të lëkundura. Dhe pasi ti ke vendosur këtë maskë oksigjeni, Gjudeu i jep një urdhër të dytë që është nga pjesët më të bukura të tekstit. Dhe çfarë thot saktësisht? Ai thot thjesht, kini mëshirë për disa që dyshojnë. Kjo është thelbësore. Besimtarët duhet ta mbrojnë të vërtetën me një forcë të madhe, por njëkohësisht duhet të tregojnë dashuri dhe dëmshuri të pakushtzuar për njerëzit. E vërteta dhe dashuria duhet të ecin bashkë. Ky është një paradoks i jashtëzakonshëm. Dua të them, të jesh ushtari së vërtetës nga njëra anë, por të jesh infermier për ata që dyshojnë nga ana tjetër. Të refuzosh kompromisin moral, por të përqafosh plotësisht atë person që po lëkundet në atë moment. Kjo ngre një pyetje të rëndësishme se si e ekuilibrojmë ne sot bindjen ndaj një parimi me mëshirën ndaj njerëzve. Sepse jo të gjithë ata që përfshihen në një mashtrim janë ata vinë me qëllime të këqija. Shumica dërmuese janë thjesht viktima të hutimit. Kanë rënë pre e atyre lajmeve të rrema shpirtërore, si thuash. Sakt, në një botë mbushur me informacion të pakontrolluar, ku ideologjit përzihen qëllimisht, njerëzit normal do të përjetojnë dyshim. Dhe dyshimi nuk është fundi botës, është thjesht një simptom e këtij konfuzioni. Dhe të sillesh me ashpërsi ndaj një njeriu që thjesht po dyshon, vetëm sa e shtyn atë person më thellë në krahët e atyre që po e manipulojnë. Fiks, ti ndihmosh ata me dëmshuri është ndoshta mjeti më i fuqishëm për t'i shpëtuar. Ne vërtet e kemi të vështirë ta mbajmë këtë ekuilibër sot. Domethënë, nëse mbrojmë një ide me pasion, gati instinkti na shtyn të sulmojmë njerëzit që nuk mendojnë njësoj në vend që t'i afrohemi atyre. Është një sfidë e përhershme e natyrës njerëzore. Dhe për t'i dhënë zgjidhje këtij tensionit madh, Judeu e mbyll letrën e tij me diçka krejtësisht shpresdhënëse. Letra mbyllet me një lavdërim shumë të bukur. Pas gjithë atij alarmi dhe urgjence në fillim, mbyllja vërtet sjell një paqe të madhe. Kështu është. Ai kthen syt nga një perspektivë shumë e lartë. Pavarësisht atyre kërcënimeve nga infiltrimet dhe pavarësisht dobësive njerëzore, ai thekson se Perëndia është i fuqishëm t'i ruajë dhe t'i mbajë ata deri në fund, pa u rrëzuar. Do me thënë, u heq ato peshën e madhe psikologjike nga supet. U thot që, shiko, ju duhet jeni vigjilent, po në fund të ditës nuk e mbani ju rrozullin në duar tuaja. Vigjilenca njerëzore nuk mjafton. Ky detaj është një kurrë e shkëlqyer kundër dy ekstremeve, naivitetit, ku i beson gjithçkaje, dhe paranojes, ku e kthen komunitetin në një burg me roje. Kjo letër e shkurtër është si një manual i vërtet mbijetese. Ajo kërkon absolutisht vigjilencë dhe besnikëri, kërkon atë aftësinë për të dalluar të vërtetën, por mbyllet gjithmonë me shpresë. E përmbledh në mënyrë të përkryer. Është një kornizë mendimi që vlen po aq shumë sot sa edhe në shekullin e parë. Dhe për këtë arsye, ndërsa po i afrohemi fundit të këtij eksplorimi ton, ka diçka thelbësore për të reflektuar. Ne pam mjaft qartë se rreziqet më të mëdha shpirtërore dhe morale në kohën e Judeut nuk erdhën asnjëherë nga armiqtë e jashtëm. Erdhën nga njerëzit brenda shtëpisë. Fiks. Erdhën nga ato kompromise të vogla, ato gjërat e rehatshme dhe të padukshme të atyre që rrinin bashkë në të njëjtën tryezë. Atëherë pyetja që mbetet për të menduar është kjo: cilat mund të jenë ato kompromise të padukshme në sistemin ton modern të vlerave? Çfarë virusesh të vogla po i lejojmë ne të shtrembërojnë të vërtetën tonë çdo ditë pa e kuptuar fare praninë e tyre? Kjo është vërtet një pyetje provokuese dhe jashtëzakonisht e nevojshme për të bërë në kohët e sotme. Është ndoshta e vetmja mënyrë që të mos zgjohemi kur shtëpia të jetë bërë tashmë shkrumbehi. Faleminderit që u bë të pjesë e këtij udhëtimi të thellë. Do të dëgjohemi herën tjetër me një tjetër analist, po kaq intriguese.